finalizimin e Visar Kastratit fillon Drenica Dugagjini. Hamiti, vjen arkimit i një super astu dhe 1-0. 1-0 Drenica, por goli nuk vlen. Shillova shënoj, flamuri është i ngritur lart. Anullohet goli Drenicës për momentin, një super harkim e pam. Tani mundësia arkimit Viktor Hugo. Ky top në zonë goditja. Shkën jashtë. Mërgim Pevqeli afër golit. Minuta 20 e duelit, rasti i parë i mirë për Zylfi. Vjen krosimi, rasti rrezikshëm këtu shtylla. Shtylla e shpëton Drenicën. Përsëri mërgim Pevqeli. Tjetër harkim në të cilin Pevqeli tregohet i rrezikshëm. E përsëri është Ilyasa Zylfia që dërgon topin. Milovic, Djeniti Sufi futet në zonë. Djeniti Sufi rasti këtu dhe nuk ka gol. Mbetet 0-0. Depërtim shumë i mirë nga Sufi. Rasti Dugagjinit, Ilyasa Zylfi provon të liro. Gjudi Stevenson me goditjen. Shkën jashtë. Minuta 60 e duelit, rasti mirë për Dugagjinin edhe njërë. Pasim fenomenal ishte ky, mirë po nuk ja del të shënoj Stevenson. Rast shumë i mirë që shkon në pakthim. Si e mirë që e me njërë top i fitua rasti tani, Mziu. Mundësia Drenicës, sa do të kemi gol, por pak autogol. Për pak autogol nga Exon Sinani që e largon rrezikun. Rivani Kondi. Gensamiti, goditja aty në qendër. Drejte në portier. Mundësia nga ndërprerja për Drenicën edhe njerë. Gensamiti me arkimin. Ky top në zonë goditja këtu, blokohet. Nuk ka prekim e dorë të Visar Kastrati. Kthe topin mbrapa, mundësi tjetër e arkimi. Topin në zonë rasti këtu e let goditja. Përfundon gjithë.